Përshëndetje, unë jam Loriu nga Peza dhe jam këtu sot me ju për të treguar atë çfarë unë kam përjetuar në jetën time. Ishte viti 1997, punoja në një vend diku afër Pezës dhe ngjitur me punën ku unë punoja ishte fusha e plerave të Tiranës që vinin nga Tirana në atë vit, depozitoheshin në këtë vend ku unë punoja. Dhe një ditë duke kaluar rreth parcelës, vendit ku hidheshin veturinat, plerët e Tiranës, kam gjetur një libër të veçantë me ngjyrë blu dhe nuk dija asnjë gjë çfarë kishte dhe për çfarë fliste ky libër, po thjesht e kam parë që ishte zhurbrosur, e pleharosur. Imagjinoni vinin me kamiona, me zetora të ndryshëm, makine të ndryshme nga Tirana, siç ngarkoheshin plerat dhe hidheshin në këtë fushë depozitimi. E kam marrë këtë libër dhe kam vazhduar disa ditë duke lexuar brenda kësaj libri, po pa ditur dhe pa kuptuar asnjë gjë çfarë ishte ky libër dhe çfarë kishte në brendësi të këtij libri. Dhe mbas disa kohësh që kam lexuar tek vendi i punës, një ditë mbas dite e mbora këtë libër me vete, e çova në shtëpi dhe e mbajte prej disa ditësh në shtëpi, duke vazhduar dhe duke lexuar. Dhe gjatë kësaj kohe po lexoja tek Gjoni kapitulli i 10, ku flitej, ku Perëndia thoshte: "Unë jam bariu i mirë." Dhe nuk e dija më të vërtet çfarë do të thoshte kjo fjalë, por pranë shtëpisë time kisha dy miq të mi më të ngushtë, që ishte njëri nga Gjermania dhe tjetri nga Skocia, dy familjar që me të vërtet i kam miq dhe do t'i kem miq të përjet, sepse me kanë dhënë gjën më të shtretë që ekziston në jetën time. Dhe duke biseduar me këto dy miq, unë u kam treguar atyre që kam kohë që po lexoj një libër, dhe ja tregova çfarë libri ishte, por nuk kuptoj asnjë gjë, nuk di asnjë gjë çfarë është brenda kësaj. Dhe këto dy miq menjëherë janë ngritur dhe më kanë përqafuar duke u lëritur me zë të lartë: "I Zotit Nuri, kjo është fjala e Perëndisë, kjo është fjala e shpëtimtarit, Zotit ton Krishtit Jezus, që ne kemi muaj që lutemi për ty, për familjen tënde." Dhe me të vërtetë që nga kjo kohë unë kam mësuar kush është Perëndia, kush është shpëtimtari i çdo krijese në këtë botë. Dhe ky ishte Krishti Jezus që unë kam gjetur në këtë moment. Dhe qysh nga kjo kohë, deri në kohën e sotme që unë po jap këtë intervistë, miqtë e mi më shoqëronin gjithmonë, më merrin çdo ditë të diele dhe më çonin në një kishë goxha të madhe në Tiranë, që quhet Kisha Internacionale, dhe prej disa vitesh vazhdoja të shkoj në këtë kishë, vazhdoja të njehja më tepër me Perëndin, me besimin, shtohej besimi në mua dhe në familjen time. Fjala e Perëndisë nuk mund të qëndronte në plera. Ajo u ngrit dhe erdhi në zemrën time. Dhe këtë dua të inkurajoj çdo shqiptar, të ri apo të vjetër, në kombin tim, nëse i bie në dorë fjala e Perëndisë, do ju lutesha me gjithë zemër. Pranojeni, hapeni zemrën tuaj, sepse aty do të gjeni shpëtimtarin, aty do të gjeni personin në të shtrenjtë që ka çdo krijesë në këtë botë.